Cilësia e farave që blien në treg mbetet shqetësim për bujqit e luginës së matit, kjo për faktin se ka patur shumë raste kur ato kanë dështuar dhe nuk është marrë prodhimi i kërkuar. Eleza Lezi nga fshati Bërshi i Klosit thotë se çdo vit janë konstatuar probleme me cilësinë e farës, kryesisht tek drithërat. Elezi shton se në shumë raste bujqit nuk kanë marrë as pak prodhim, pasi bima nuk ka mundur të nxjerrë kalli. Në një situatë të ngjashme janë edhe disa parcela në luginën e matit ku bujqit kanë vënë re probleme që tani, pasi bima nuk është rritur një lloj në të gjithë ngastrën e mbjellë me misër. Sipas bujkut të Lezi, institucionet përgjegjëse shtetërore nuk po punojnë aq sa duhet për të kontrolluar cilësinë e fareve që shiten në treg. Farnat shumë raste kanë dështuar, kanë dërë shterpa. As një siguri nuk e, as ke farnat, as ke plerat, as ke helmet. Vetëm i shesin tregtarët me pastru magazimet se asnjë vlerë nuk e, asnjë nëshim. Të gjitha bimet, ka dalë disa pranarve shterp, pa kokra fare. 107, 130, 120, 125, numër më kanë mu se prije, shumë farna nuk janë sakta. Përgjithsisht dhe me ditë, a i shet, ma të rektarë, thotë, i kom morë, nëse ja kap në ko, t'ja kthesh, po ku dihet, të aprovohen mas 3 muaj. Probleme me cilësinë e farës kanë patur edhe kultura të tjera bujqësore të cilat nuk kanë patur asnjë rendiment prodhimi.